Ndeshja që duhet të jetë derbi i Gjiros së 20 në ligën e parë të futbollit në vend është shndruar në turp të skuadrës së Shkëndijës së Tetovës, të cilët janë deklasuar me rezultatin 6-1 nga Vardari. Ndeshja anuluar për shkak të situatës jo stabile në vend u përcoll me atmosferë të qetë dhe futboll të dobët, me Shkëndijën që solli një prej paraqitjeve më katastrofale në historikun e saj. Vardari avancoi në minutën e 14 me anë të Kostovskit, ndërsa në anën tjetër Shkëndija barazoi në 1-1 me Muzafer Ejupin në minutën e 39. 3 minutat e fundit të pjesës së parë ishin fatal për tetovarët, pasi që pranuan 3 gole të shpejt. Në minutën e 42 Ace Stojkov shënon gol të bukur. 3 minuta më vonë Stepanovic realizon thuajse nga mesi i terrenit, ndërsa disa sekonda më vonë Stojkov me golin e dytë personal fikson rezultatin e pjesës së parë, Vardari 4 Shkëndija 1. Në pjesën e dytë vendasi shënon edhe 2 gola tjerë me anë të Lazarevskit në minutën e 65 dhe Petrovit në të 84-ën, për rezultat përfundimtar Vardari Shkëndija 6-1. Shkupianët me këtë fitore përforcohen në pozitën e parë, derisa ndërpresin serinë e 8 ndeshjeve pa fitore. Ndërkohë për Shkëndijën kjo ishte disfata e dytë në 2 ndeshjet e para të gjysmës tenorit pranveror, me çka tetovarët nga kandidat për titull rrezikojnë të hyjnë në zonën e balotazhit. E ndërkohë takimi që u shpall si ndeshje rreziku të lartë, ka kaluar pa kurfar problemi nga ana e tifozëve. Edhe pse mungonin tifozët mysafir dhe vendasit ishin në numër të vogël, gjithsesi kësaj here levdat meritojnë fansat e Vardarit, që për 90 minuta me përjashtime të vogla u sollën në mënyrë korrekte. Si kur më parë në stadiumin Filipi II, mungohen sharjet dhe ofendimet në baza nacionale, derisa tifozët e pak të Vardarit gjatë gjithë kohës u koncentruar në mbështetjen e skuadrës së tyre, ndërsa në fund të takimit brohërisnin emrin e Artim Shaqirit. Ata treguan se me pak dëshirë dhe angazhim, edhe në Maqedoni mund të ndjekin futboll dhe tifozëri që anon në mënyrë korrekte për skuadrën e vet. Tifozët e Vardarit kundër Shkëndijës treguan se mundën të realizojnë diçka të tillë. Tani mbetet që ata dhe të tjerët të vazhdojnë një traditë të re me sjellje korrekte në terrenet sportive.